Së dyti, Krishti na thot, ai që do nën babë më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe po të njëjtin gjë thot dhe për prindrit, nëse do dojnë birë o bia më shumë se mua, nuk janë të denjë për mua. Çfarë do thot kjo gjë? Njerëzit shpeshherë ndoshta e keq interpretojnë këtë gjë, e nuk e kuptojnë. Të duash Perëndin nuk do thotë që mos e duash prindrit. Madje ai që do Perëndin do dhe prindrit. Sot nuk i duan pikërisht sepse nuk duan Perëndin. Janë larguar nga dashuria e Perëndis dhe janë larguar edhe nga dashuria për njëri tjetrin, për dashuria për prindrit edhe për fëmijët. Vetëm duke dashur Perëndin ne mund t'i duam dhe të tjerët. Kujtoni gjithmonë episodin që ju përmend vazhdimisht. Përpara se Zoti t'i jepte Pjetrit një detyrë shumë të rëndësishme që të dëshmonte jo vetëm besimin, po dhe të kishte kujdes për grigjen e tij, i thot këto fjalë, e pyet 3 herë. I thot Simoni biri i Jonait, a më do më shumë se sa këta tjerët? Dhe mbas i thot ai, po Zot, i thot kullot shtjerrat e mia. Sepse ne nuk mund kujdesemi dot për tjerët nëse do kemi dashurinë për Zotin. Historia e gjatë e jetës shpirtërore të krishtërimit e tregon këtë gjë, që vetëm njerëzit që duan Perëndin i duan dhe njerëzit e tjerë. Prandaj dhe Zoti na kërkon këtë, që të duam Zotin më shumë se të gjithë të tjerët, sepse duke dashur Perëndin, do i duam edhe të tjerët.